Mirë se erdhët të dashur peshqi në letra të rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e javës që po vjen. Të dashur peshq, kjo javë duket sikur do t'ju kërkoj të gjeni një ekuilibër mes asaj që ndjeni dhe asaj që duhet bëni. Shpesh ju i kuptoni njerëzit shumë mirë, ndonjëherë edhe më mirë se sa ta kuptojnë veten. Por këtë javë letrat po kujtojnë diçka të rëndësishme. Mos harroni veten duke u marrë me të gjithë të tjerët apo me çfarëdo që po merreni. Java fillon me një letër të ekuilibrit. Mund të gjendeni përballë një situate ku duhet të shihni të dy anët e medaljes. Një bisedë, një marrëdhënie ose një vendim mund të kërkojë më shumë qetësi dhe më pak reagim të menjëhershëm. Disa peshqi mund të kuptojnë se nuk është e nevojshme të zgjedhin menjëherë mes bardh dhe zi. Ndonjëherë përgjigjja është diku në mes. Pastaj vjen emocioni që quhet letra dhe këtu shoh qartë se zemra juaj do të jetë shumë aktive për këtë javë. Mund të prekësh nga një lajm, një kujtim, një person ose një situatë që të bën të reflektosh më shumë. Kjo nuk duket energji trishtimi, më shumë duket si energji kuptimi të dashur. Si të thuash, tani po e kuptoj më mirë këtë situatë. Letra e tretë të dashur peshqi tregon çfarë duhet shmangur. Këtu kemi një paralajmërim për krenarin emocionale ose për tendencën për t'i mbajtur gjërat brenda vetes. Nëse diçka të shqetëson, thuaje peshqi. Nëse ke nevojë për ndihmë, kërkoje. Nëse dikush nuk është telepatik, mos prit ta kuptoj automatikisht çfarë po mendon. Mundësia po hapet, ta them, gjatë javës është mbretëresha e ajrit dhe kjo më pëlqen shumë. Kjo është një mundësi për qartësi, për të parë një situatë me sy realist të dashur peshqi, për të vendosur kufi aty ku duhet, për të thënë po kur e ndjen dhe jo kur nuk, edhe kur po pra kur e ndjen dhe jo kur nuk e ndjen. Absolutisht. Disa peshq do të kuptojnë se të jesh mirë nuk do të thotë të pranosh gjithçka, të thuash po në çdo gjë. Këshilla vjen me letrën e 5 dhe këtu shoh një energji shumë të bukur, rritje dhe mundësie. Diçka po mbillet. Mund të jetë një ide, një projekt, një lidhje, një plan. Mos e nënvlerësoni sepse duket e vogël tani. Shumë gjë të mëdha fillojnë si diçka e vogël peshqi. Këtë mos e harroni. Dhe java mbyllet me mbretin e tokës, një nga letrat më të mira për fundjavën. Kjo tregon stabilitet, siguri dhe rezultate konkrete. Për disa mund të jetë përmirësim financiar, për disa një ndjenjë më e madhe kontrolli, për disa thjesht qetësia që vjen kur e di se po ecën në drejtimin e duhur. Në fund të javës duket sikur do të ndihesh më i fortë dhe më i sigurt se sa në fillim. Kjo javë pra është një javë ku emocionet do të jenë të pranishme, por nuk do të kontrollojnë. Do të fitosh qartësi, do të shohësh më mirë një situatë dhe mund të hedhësh bazat për diçka që do të japë frutë më vonë. Beso tek vetja peshqi dhe mos nënvlerëso progresin që po bën. Se zakonisht peshku ta marri me humor. Po e ndjej që diçka po ndodh, thot, pas 5 minutash po e ndjej akoma, pas një ore thot kam analizuar ndjenjat, në fund rezulton që personi thjesht kishte harruar të përgjigjet në mesazh. Ta them kështu. Jo çdo heshtje është refuzim dhe jo çdo vonesë është problem. Ndonjëherë njerëzit thjesht janë duke kërkuar karikuesin e telefonit, kaq e thjesht.